Dasma pa shpenzime të shumta. Sot më shumë të prirur për të zhvilluar ceremoni martesore janë kryesisht të huaj apo dhe shqiptar që jetojnë e punojnë jashtë vendit. Julian Bleta, organizator eventesh në Vlorë, tregon fillimisht si startoi në këtë punë dhe deri më sot, mes vështirësive dhe problematikave të shumë viteve më parë dhe organizimeve që zhvillohen sot. Kam 20 vjet që ushtroj këtë profesion. Kjo ka qenë një pasion. Jemi shumë i hershëm, ndoshta që fëmijë i vogël, jam marrë gjithmonë me këto, kam pasur shumë qef fotografin. Dhe ka filluar në vitet 2002, ka filluar tamam që shkëtyja në profesion. Tani, gjërat po ndryshojnë, ka qenë tani po rritet numri sa po vjen dhe po rritet numri që i këtyre jashtë. Po që gjithmonë, brenda ne operojmë në tregun këtu, sidomos në Vlorë, tregun e jugut, edhe këtu operojmë më shumë. Po dasmat patjetër që tani kemi një trend e dasmave jashtë. Edhe për qef që bëjnë, po edhe plus që ata jetojnë ande dhe i bie më mirë që ta bëjnë atje dasmën, i mbledhen më shumë. Dasmat në periudhën aktuale duket sikur janë më shumë të preferuara nga shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, por edhe të huaj. Bleta tregon se ceremonit nuk kanë munguar nga Italia deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa çiftet janë si të huaj, ashtu edhe shqiptar, një nga partnerët e tjetri i huaj. Unë merrem me disa zhanre kryesore, kemi dasma, po merrem edhe me pjesët artistike. Dasmat patjetër që kemi filluar në Shqipëri, kemi bërë shumë dasma, bëjmë dhe dasma në Shqipëri, por tani pjesa ka filluar që bëjmë dhe jashtë, sepse ka shumë të interesuar, qofshin këta shqiptarë ose të huaj. Më shumë në vendet e Europës kemi qenë, në Itali vemi më shpesh, në Greqi, kemi vajtur dhe në Amerikë, të them. Kanë qenë mix, ka qenë ose nusja ose dhëndri ka qenë shqiptar në shumicën e rasteve. Po, kemi patur dhe raste që kanë qenë të dy të huaj. Kemi pasur edhe çift rumun në Itali, kemi pasur edhe një çift italian që ishte në Itali para disa kohësh. Ndërsa e feruar traditës, ajo synohet të mbahet, por më shumë kërkohen dasmat moderne, kryesisht jashtë vendit, ndërsa këtu preferohen me më pak shpenzime, teksa numri i tyre ka ardhur drejt uljes. Dasmat kanë evoluar shumë, ka qenë shumë tradicionale, po tani kemi evoluar, jemi bërë diçka, kemi marrë shumë kultura, sepse të gjithë po ta shikosh, më vinë në Amerika, ata sjellin atë kulturën, e bëjnë dhe shqiptarë, na vinë këta që vinë në Anglia, në çdo vend i botës që vinë, shqiptarët sjellin atë kulturën, dhe ato kanë evoluar tani. Po ne jemi të tradicionale dhe gjithmonë atë mbështesim dhe gjithmonë këta që vinë jashtë e ruajnë atë dhe marrin e nusës dhe këto janë gjëra që ato neve duhet i kemi trashëgimi dhe duhet mos t'i harrojmë ato dhe nuk duhet që duhet ta përqafojmë të tërën, po modernën, po prapë brenda traditës, po. Tashi martesat, ka një trend, tashi nuk e di fix, po trendi është pak në ulje, por tani te pjesa e martesës, tani ai që e bën martesën, se duan ta bëjnë edhe super madhështore, super të bukur, se është një trend, edhe normalisht ata që e bëjnë tamam, kjo është ideja që të gjithë ata që e bëjnë duan ta bëjnë super. Ose po ku nuk kanë mundësi në fillim e bëjnë dhe më vonë, e bëjnë bashkë me fëmijët, siç ka dalë tani në modë që ata bëjnë bashkë me fëmijët kur i vinë mundësit. Ose kemi bërë dhe martesa mbas 20 viteve që fëmijët kanë qenë mbi 20 vjeç. Edhe kështu që martesa është diçka që ne sugjerojmë që njerëzit patjetër që duhet martohen, po pastaj janë shumë faktor mundësish apo shumë gjëra të ndryshme që ndikojnë. Dasmat kanë ndryshuar me kohën, ndërsa më shumë janë të prirur për t'i organizuar shtetat si shqiptar ose jo, që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, ndërsa në Shqipëri numri i tyre duket se po shkon drejt rënies.